bërë fiks 9 orë që anëtarët e gjykatës kushtetuese janë mbyllur në dhomën e këshillimit dhe ka ndalur vetëm një herë për të ngrënë drekën dhe më pas janë rifutur përsëri në dhomën e këshillimit. Pyetja që është duke u diskutuar mes 8 anëtarëve të gjykatës kushtetuese është shumë e qartë dhe është thelbësore se a ka të drejtë një gjykatë në Shqipëri të pezulloj një anëtar të Këshillit të Ministrave. Duhet theksuar që kjo është mbledhja e tretë që gjykata kushtetuese është mbledhur, 2 herët e kaluara, njëra gjatë kësaj jave dhe tjetra javën e kaluar, dështuan për shkak se anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk ranë dakord për një vendimarrje dhe duhet theksuar që vendimarrja në gjykatën kushtetuese beti për të gjithë teleshikuesit arrihet me 5 vota. Pra pavarësisht se aktualisht janë 8 anëtar, vendimarrja duhet të ketë pro ose kundër, pra duhet të ketë të paktën 5 vota që ajo të quhet një vendimarrje plotë e gjykatës kushtetuese. Ne jemi ende në pritje Çfarë ndodhi sa nëse votat ndahen gjysmë për gjysmë, pra 4 me 4, 4 në favor të kërkesës kryeministrit dhe 4 kundër? Nëse votat ndahen, praktika e gjykatës kushtetuese dhe ligji e thotë se nëse votat janë të barabarta, kërkesa konsiderohet e rënë. Pra, kundër qeverisë do të ishte një votim 4 me 4 dhe kundër kërkesës së kryeministrit. Ndërkohë që ashtu siç edhe po theksoja, 8 anëtarët e gjykatës kushtetuese, asnjëri prej tyre nuk ka lëvizur ende nga godina e gjykatës dhe brenda saj ndodhet edhe një pjesë e stafit të rëndësishëm të gjykatës kushtetuese, përfshirë sekretarin e përgjithshëm dhe linja tjetër e vendimarrjes. Ajo çfarë ne kemi mësuar dhe pse duhet theksuar, për të qenë shumë i sinqert, informacioni ka qenë minimal dhe shumë i vështirë për të marrë nga ajo çfarë po ndodh brenda gjykatës kushtetuese, edhe për faktin që 8 anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk përdorin celular brenda mbledhjes, pra sonte pritet të kemi një vendimarrje përfundimtare mbi këtë çështje, por pa pasur një orar të caktuar dhe kjo mbledhje duhet theksuar është e paprecedent, paktën prej vitesh e ndjek gjykatën kushtetuese.